Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës, një ndër hapësirat më interesante dhe më të bukura të emisionit Start. Do të flasim për librin Shën Benedikti nga Norçia dhe Bejtë e tij shpirtëror, një libër i shkruar nga Dom Drejtandoti, të cilin un kam nderin ta kem sot në studio. Dom, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se jeni këtu. Jam shumë e lumtur të kem në studio ty dhe të kuptojmë edhe të dim pak më shumë mbi këtë libër që ti e ke shkruar së fundi, ka shumë pak ditë në fakt që është edhe publikuar për të gjithë lexuesit. Atëherë, natyrisht pyetja e parë që na vjen në mendje është pse nisi ti gërmimet për të shkruar këtë libër? Faleminderit për ftesën, sparit, kësia është vetëm e ime. Ishte tush edhe nevoja akademike, sikur se për çdo student duke qenë se nga viti 2022 deri në 2024 kam kryer tezën e licencës në teologji shpirtërore në Romë, në Gregoriana. Aty një prej nevojave akademike është edhe paraqitja një teme të licencës. Unë pasi mendova për shumë tema të ndryshme, atëherë në fokusova tek Shën Benedikti dhe Bijtë e tij shpirtëror, pra benediktint, duke qenë se benediktint pas kanë qenë të pranishëm në Shqipëri. Unë e dijesh për në Shirç, të famullisë ku aktualisht edhe jam të Dajçe të Bregut Bunës, por kam vënë re pastaj se kishte edhe shumë manastire të tjera në gjithë territorin e treve shqiptare. Ishte një kënaqësi vërtet e madhe me zbulu si thosh shtrirjen e madhe pastaj e para personalitetin e Shën Benediktit që është pjesa më e madhe e këtij libri. Pastaj edhe shtrirjen e madhe që për shpirtëria e tij ka marrë nëpërmjet murgjve edhe përfshirë Shqipërinë. Pra ishte nevojë akademike që më solli edhe mua satisfaksion tjetër. Ju thoni që kanë qenë pranishme gjurmët e tyre në Shqipëri. A ka ende gjurmë të tyre sot në Shqipëri dhe ku janë të vendosura këto gjurmë? Po, gjurmët arkeologjike janë pak, edhe pse për ekspert e fushë në arkeologji ato flasin shumë, domethënë flasin për një epokë vërtet shumë interesante. Përmenda Shirçin që thash në Dajçe të Bregut Bunës, aty ka qenë thosh si nana e gjitha abacive të Shqipërisë, të treve shqiptare, por unë kam zbuluar se kanë qenë rreth 44, 45, ndoshta edhe deri në 50 ka gjurmë abacish, është një numër vërtet i madh. Po bëjmë një shembull, në atë kohë mendohet nga shekulli 9, sidomos që morën forcë të madhe në gjithë Evropën edhe në Shqipëri, e deri në shekullin e 13, që ishte periudha e lullëzimit tyre, si thosh gjitha manastiret ishin me përshpejtim benediktine. Sot në Shqipëri edhe ishin gjithë katolik, mes ortodokse katolik, por gjysma pak a shumë rreth 20 dioqeza ishte katolike. Sot ka 6 dioqeza, por janë rreth 100 kongregata të ndryshme rregulltare në për Shqipëri, pra për ifte murgese që shohim. Imagjino sikur të shohësh gjithë benediktin, pra kështu ishte situata, në atë kohë ishin shumë pranishëm. Gjurmët janë arkeologjike, ka shkrime, domethënë, por korrespondencë, letërkëmbimet me Vatikanin, me seli tjera, si tur diplomatike, Venecia, por shkrimet të pakta, që në fakt ka shkrimet tjera që presin ende studiuesit se duhet dinë latinishtën. Por fatkeqësisht jashtë Shqipërisë, në Shqipëri s'ka dokumente, sepse janë zhdukur pastaj për i pushtuesve. E drejt. Sa kohë morën kërkimet, ulumtimet dhe deri te finalizimi e kristalizimi i këtij libri? Fillimisht për ta paraqitur në tezën e licencës mori rreth 3 muaj, pak a shumë, pra njohja e Shën Benediktit dhe benediktin. Pastaj më është dashur edhe rreth 6 muaj tjera, një vit pak a shumë për ta përpunuar, për ta paraqitur kështu siç është, edhe për të shtu pjesën për benediktin në trevat shqiptare me bibliografi përkatëse, pra që të jetë e mujtën që kush dën me shtjellu më gjatë ka ku të gërmbojnë. Por, si të thush, rreth, po ti mbledhësh bashku rreth një vit e gjysmë, pak a shumë me gjithë hapësirat pastaj që janë edhe punë tjera si meshtar që kisha. Por rreth një vit e gjysmë kam shtu 70% ishte pak a shumë e përgatitur tashmë, duhet ta përkthej edhe në shqip sepse e kam paraqitur idealisht atje, por pjesa tjetër mori kohën e vet. Kush është Shën Benedikti për ju? Një model shenjtërie, një mësues i heshtjes, apo një arkitekt i një mënyre të re jetese?
I ka pak të gjitha, por një gjitha është model shentrijet, besoj, sepse të gjithë shenjtrit, si Shën Benedikti edhe ky një ndër to, edhe pse me një shkëlqim të vetin vërtet madh, por të gjithë shenjtrit janë një rreze e shenjtrisë së Zotit, si thosh, jo më shumë, pra edhe secili plotëson diçka prej shenjtrisë së Zotit. Jo se ai shtojnë Zotit shenjtri, por ne na paraqesin ndonjë rreze të kësaj shenjtrie. Por është ndihmë jashtëzakonisht e madhe sepse bëhet model që edhe ne mund të bëjmë një jetë të shenjtë. Si pasojë ai pastaj profilin e shenjtrisë të tij e ka shfaq duke sjell edhe model jetese të re për perëndimin është ati jetës morgjërore. Edhe pse ai thjesht mlodhi me një maturitet të madhe, pasurinë e madhe që kishte rreth 3 shekuj më parë, më shumë në linje sidomos, edhe në perëndim por sidomos në linje. Nga personalitete vërtet të mëdha të përshpirtërisë së krishterë. Ky i mlodhi edhe i përktheu, si thosh, i paraqiti i servirit, si thosh, për morgjit e tij në një formë më origjinale, por shumë përmbajtur, u bë atë jetës morgjërore në perëndim. Por thash, shenjtria ishte që karakterizonte, sepse bashkimi me Krishtin e motivoi të bante diçka. Duke dashur të sjellim Shën Benediktin në kohët moderne, tek ky njeriu modern që ka shumë detyra për të realizuar, shumë pak kohë për të realizuar, është gjithmonë pak i hallakatur dhe gjithmonë, nuk e di, mbase gjen apo nuk gjen kohë për të drejtuar fesë dhe besimit. Cili është mesazhi i Shën Benediktit? Shën Benedikti në fakt edhe kur ka fillu aventurën, po themi kështu, të jetës së tij shpirtërore, ka fillu në një kontekst ku dukej sikur tashmë erdhi koha e ne që jemi brezi më i ngritur. S'di pse ndoshta çdo breznie ka tonimin që të mendojnë se është niveli më i lartë i inteligjencës që mund të ekzistojnë aty ndonjëherë, por historia ka vërtetuar se nuk është ashtu. Shën Benedikti në orë që nuk është shumë larg Romës, por në moshën 17 vjeçare shkoi studionte, pak a shumë e tregoi edhe atë në Rom, edhe sot Shën Gregori Pap që tregon jetën e tij, thot sa vuni kam në Rom e tërhoqi me njëherë ndoshta jo, një vit, 2 mund të kenë qëndru, por iku në Subiaku që është rreth 70 km Rom, u fshen për shpella, duke jetuar aty për rreth 3-4 vite në heshtje totale, fantastike. Por një djalë i ri nuk donte ta ndotte shpirtin e tij me modernitetin e tepër që shifte nërmes të vet, moshatarët e vet. Pra, si thosh, kush edhe sot pra përballet me një fenomen të tillë, ta dinë se ka pas shok boll në histori që janë edhe ndërto dhe Shën Benedikti. E mira është të mos kenë shkurajimin që të ruajnë origjinalitetin e vet. Një shenjtë i kohëve tona që ka vdekur në 2006, 15 vjeçar, Carlo Acuti, që është shpall shenjtë para pak kohësh, para 2 muajsh më zgabojtë, thoshte të gjithë lindim original, por shumë vdesin si fotokopje. Edhe ishte 15 vjeçar kur ka vdekur, pra shumë e urtë, si thosh, edhe Zoti i frymëzon për të shkruar fraza të tilla shumë të mençura. Shën Benedikti donte të meste original në atë kuptimin të mblidhte shumë vlera në vetvete, sidomos feja ishte patjetër vlera kryesore për ta. Është bukur kur shkruan vlerat, din të mesin origjinal për kohën. Prandaj na merr malli për këto personalitete, sepse shpirti njerëzor ka mall për vlerat, edhe nuk është e drejtë t'ia bëjmë të bëjnë të vdesin urijet, si thosh. Edhe njerëzit e mëdhenj gjithmonë na ndihmojnë të jemi edhe antik, edhe tradicionalista, por edhe original duke i përkthyer për shoqërinë e sotme. Cilat nga aspektet e jetesës së Shën Benediktit ju ka prekur më tepër, ju ka tërhequr më tepër, ju ka pëlqyer më shumë? Po, unë mund të flasoj dy. E para që ceka pak, kur në moshën 17 vjeçare, një djela 17 vjeçare, ta mendosh aty në shpellë, kam qenë tek ajo shpella e shenjtë, thonë, ku kanë ballë një trupore mermerit në format origjinale të njeriut, ku një djela 17 vjeçar që po lutet përballë një kryqit. Edhe ai aty ka kaluar 3-4 vite, ndoshta edhe më shumë pak. Ban shumë përshtypje në atë pyll që ishte, edhe sot është pylli i dendur, po ta mendosh në atë kohë që s'kishte kurfar jetët njerëzore, e si ai ishin shumë të ngjashëm, ishin mush male, thonë në perëndim me kështu, në lindje po edhe shkretire. Por, pra, kokëfortësia, si të thush, e male, për të kërkuar shpirtërorën.
Pastaj edhe aftësia për të qenë i lakushëm ndaj planeve të Zotit edhe rrisisë kërkesave, sepse si padashi filluan të dallojnë disa barinë dhe shkonin të kërkonin këshilla, e takonin çorin buk për ta ushqy, ky pranonte edhe pse ishte shumë i pa nga ana estetike, nuk ishte i paraqitshëm, por filloi të binte të sy se kishte shpirtin interesant. Me këshillat e tij filloi të bëhej pikë referimi për banorët, e kështu hapi jetën mërziore pa nga pak sa më deri në 12 manastire, pak a shumë aty, e pastaj shkoi në Monte Cassino, aty pastaj shkëlqeu koha pra kur koha shkëlqimit ishte ajo. Edhe jo vetëm që ishte një atë me autoritet madh, por ai edhe studionte shumë, sepse ka shkruar rregullin e tij që është dokument thosh i fakti që ai studionte shumë, sepse nuk është origjinale, por është përmbledhja e gjithë, e prandaj është vlerësuar shumë, sepse nuk është shpikje vetëm e tij, por është përmbledhja e pasurisë shpirtërore më të madhe, pasurisë shpirtërore që kishte në atë kohë. Pra, kokëforcia e tij për të qëndruar në vlera shpirtërore, por edhe aftësia për të laku sipas kërkesave, ku vërtet është se shpirti i Zotit të fton. Edhe për vujtërie për të studiu, e për të punu, sepse punonte edhe i ka bërë morgjit edhe vetë punonte shumë. Ora et Labora është një parim shumë i famshëm. Si ta përkthejmë tani në këtë gjuhën e kësaj shoqërie të mbi ngarkuar e shumë herë edhe të shpërqendruar? Po, Ora et Labora nga latinishtja lutu edhe punon. Në fakt, Shën Benedikti vetë nuk e ka thënë askund këtë, nuk e ka shkruar kështu. E kanë formulu morështirë, sepse ka pasur edhe morështirë për shpirtisë benediktine fantastik, si thosh edhe ndoshta edhe më të madhe se Shën Benedikti më vonë. Por po them Shën Bernardi për me marrë një, Shën Benedikti Ananias i tjetër, por edhe Morgesha benediktine. Por thash ato përpunonën, si thosh, si ta përmbledhin për shpirtin e atit ton me këto dy fjalë latine, lutu dhe puna. Sepse i bani të luten sistematikisht edhe të punojnë e të lexojnë sistematikisht. Në poshtën lutu puna dhe lexo. E në kohën tonë mund të themi se është mirë që njeriu të gjejnë kohë për shpirtëroren. E këtu më besoj e gjejnë veten të gjitha besimet, të gjejnë kohë për shpirtëroren. Nuk është, si të thush, opsionale, si të thush, nëse don mirë, nëse nuk don, s'ka problem. Ka problem kur njeriu edhe psikologjia e sotme e vërteton me të madhe. Njeriu është, si të thush, tredimensional, nëse kështu mund të themi. Ana biologjike, ana psikologjike dhe ana shpirtërore. Edhe ateistat nuk kanë nga i shkojnë kësaj skeme, sepse e kanë vetveta natyra e njeriu të tillë. Edhe po thoshe Shën Benedikti e gjen pikën e tij të mbështetjes shpirtërore te Krishti. Pastaj të gjen formën për ta siguruar jetesën, pra puna, pa punë nuk sigurohet, duhet punojnë, domethënë. Është një frazë në Bibël që thot në vestimin e vjetër për para Krishtit, që thot dembeli është si plehu, duhet ta them kështu sepse kështu është, nga i cili hes dorën më një herë. Pra kur e has dorën edhe bëhet shpes e largon. Demelizmi është, edhe Benedikti thotë demelizmi është nëna e gjitha veseve, ku mësonte morxhet vetë edhe nesër. Por edhe pastaj të gjejnë hapësira edhe për talentet e veta, këtu edhe ana psikologjike por shpirtërore e zhvillohet, si thosh pra. Sikur të gjejnë këtë artikulim mes vlerave shpirtërore, talenteve të tyre që përkojnë edhe me psikën e tyre, mund të jenë nga fushat nga më të mëdha. Jo të gjithë duhet të bëhen mjek, me gjithë dashurinë që do të kemi për mjek. Jo të gjithë do të bëhen jurista, jo të gjithë do të bëhen, si thosh, po marr veten, por ka fushë ku gjen vetë njeriu, atë është ndihmë e madhe për psikën, edhe pastaj të sigurojnë jetesën, ta sigurojnë vetë kur ka shëndetin, sepse e ndihmon. Jemi një, edhe pse përmendën tre. Shën Benedikti, kur na mëson se kur njeriu gjen një pikë mbështetje të brendshme, arrin të ndriçojë të gjitha këto tre dimensione të tjera. E sot kemi nevojë patjetër. Shumë e vërtet. Kush janë bijtë shpirtëror të Shën Benediktit sot? Flasim vetëm për rregulltar apo çdo njeri që zgjidh jetën me një bosht shpirtëror? Edhe kjo, por në fakt këto bijtë e tij shpirtëror tek libri i referohet sidomos murgjve Benediktin, sepse ai nuk dha një emër kongregas që themeloi murgj, thjesht murgj. Edhe ato ishin si bijtë e tij shpirtëror, si thosh. Por në fakt manastiret në gjithë Evropën, prandaj është edhe pajtori i Evropës, në gjithë Evropën manastiret
fillon të bahen pika referimit. U ndërtun edhe qytete, ka dokumente të bollshme që u ndërtun qytete rreth manastireve. Pastaj jeta e murgjve filloi të brumos të jetën e fshatrave, po marrim një shembull, këmbana që bjen, fillon rreth shekullit 9-10 ndoshta, e këmbanat të përdoren murgjit sepse abati si tush kishte caktuar orarin kur duhej murgje që punonin në përara, se duhet punonin thash, binte këmbana për t'i mlell ose për t'i thënë lutunin në këtë moment aty ku jeni, por për t'i mlell se erdhi orari i drekës, i darkës, i lutjes. Edhe njerëzit e fshatrave për rreth fillon të orientohen me këmbanat, e kështu lindi Angeli, Zotit lutja Angeli, në mëngjes u bën ritëm i kishtë, si thush, po marr një shembull, por agjerimet e ndryshme, për shembull, kohët e ndryshme të agjerimet kështu hynen edhe në popullat. Por edhe vlerat, sidomos, edhe vetë forma se si shtroi tavolina, si thush, ritmet pjata parë, pjata dytë fillun, ne i thëmë rregullat e Galateut, por këto janë në moderniteti, por nuk është e vërtetë se kanë shpikë moderniteti, kanë ekzistuar ka herë, po themin për anë me sigurt me murgjit, por edhe ndoshta në tjera, patjetër murgjit, po imagjinoj murgjit budist kanë një disiplinë interesante shumë, edhe ato patjetër kanë brumos kulturën e aty në zona lindjes larg, por po thosha këtë punë e banë murgjit e Benediktin në Perëndim. Bitet i shpirtëror, si thush, një farë formet janë gjithë Evropa, gjithë Perëndimi, sepse lanë një gjurmë sidomos me mbledhjen e dokumenteve antike. Ato kanë shpëtu nga humbja, nga asgjësimi, shumë dokumente të lashtësisë, shumë tekste të botës helene, botës romake, i kanë transkriptu në për llomat e tyre, edhe i ka sot Perëndimi, që ka kulturën e perëndimore, që do të kishin kanë humbë shumë, por sa kanë shpëtu, sidomos fal murgjve. Pra bitet i shpirtëror, si thush, janë murgjit në mënyrë specifike, por një farë mënyrë edhe gjithë Perëndimi një farë mënyrë. A është në Benedikti një drejtues shpirtëror i mirë edhe për kohën kur ne sot jetojmë? Po, parimisht pastaj filloi të fjala abat vjen nga abba në aramaisht, por po përdor edhe në botën latine njësoj, pra u përshtat pak abat, sepse ati i murgjve, edhe u ba edhe ati që thush edhe i zonës. Po marrë një shembull në Shqipëri, në Dukazin, në Shalë Dukazin, është një fshat me emrin Abat. Aty kanë qenë rënojet, ka dokumente që kanë qenë deri para një shekull rënojet e një manastirit, sot nuk ka asgjë, por emri ka metë, është tregues si thush i fshatëve që thonë po shkojmë atje te Abati, ishte pikë referimit. Oboti në Shkodër është abat një formë, pra. Për me thanë vetëm dy shembull krejt vase, pra ishte abati si as shpirtëror. Imagjino Benedikti që është abati i parë i murgjve, e fillon pikërisht gjendet në këtë mes që thash falë dhe rrethanave të ndryshme të Zotit që kishte se aprovania, të bajnë rolin e drejtuesit shpirtëror. Por si thush nuk harronte të gjente kohë për vete, sepse një drejtues shpirtëror nëse nuk është vetë nxënës i Krishtit, nuk mund të jetë. Ju gjithë jeni nxënës sot Krishti, keni vetëm një mësues, e thot Krishti në Xhil dikon. Edhe qarë mësuesit ishte Benedikti, ka tregues që thot lutej edhe zakonisht qante, edhe dikon vetë në rregullin e vet u thot murgjve çdo ditë do t'i qajmë para Zotit mëkatet tona. Por kujdes, nuk është depresion, sepse shkruan të dikon tjetër, kur nuk duhet disprohemi për mëshirën e Zotit, gjithmonë duhet të besojmë. Pra, qante sepse kërkonte nga vetvetja, pra edhe sa larg jam, bante mrekullina, ka edhe ngjallët edhe vdekun, si thush, plot mrekullina, me dashje pa dashje, si thush, i din Zoti ku je. Por këto njerëz e shohin edhe sa të maj mund t'jenë, edhe sa mos mirënjohës njeriu din tjetë ka një herë për kur Zoti e mush me bekime. Pra kërkues nga vetvetja, por përballë Krishtit, këtu është thelbi. Përballë Krishtit ai e shitet se mund të jetë mësues, por duhet të jetë sidomos nxënës. Kështu na mëson. Kështu na mëson të jemi mësues edhe sot, sepse nëse heqim dorë së nxënunit vet, nga Zoti por nga jeta, atëherë bëhemi mësues të kësij. Çfarë do doje ti që të merrnin lexuesit nga ky libër? E para njohja e këtij personazhi, thash një pjesë e vogël, besoj 20% është e librit, është për historikun e për shpirtërisë benediktine, përfshirë në trevat shqiptare. Pjesa më e madhe është një ecje, mund ta quaj kështu, me Shën Benediktin, një ecje shpirtërore
drejt hapësirave shpirtit në kërkimin e Zotit. E meshën Benediktin mund të shoqërohen në këtë ecje. Por, thash, sidomos të kuptojnë se ekziston një botë shpirtërore, që nuk është gjithçka, thash, por përsëris prapë, jo vetëm shpirt. Por kush dëshiron të ushqehet pak edhe shpirtërisht, ka besoj material, edhe pse fillestar, sepse për shembull Benediktin bën doktoraturë, imagjino për ndonjë frazë i ka shkruar të rregull, doktoraturë, le pastaj kanë përballë pak a shumë gjithë jetën, por si thosh, është vetëm si thosh një kafshat në krahasim me atë çka mund të gjejnë kush dën me kërku më shumë tek ai. Unë ju falenderoj pafund për këto momente kaq të bukura që na dhurove. Vërtet kemi nevojë që përmes televizioneve të përcjellim vlera. Dhe ky libër me gjithë çfarë ka brenda ka vërtet një vlerë shumë të madhe shpirtërore për secilin që ka dëshirën për të lexuar. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj punë të mbar. Shumë faleminderit, Noela. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.